Dy njerëz prej guri të mbështetur te njëri tjetri në kohë të vështira. Kjo është vetëm një nga veprat e artit e cila e tregon identitetin e shqiptarëve. Të tjera vepra që e ruajnë me fanatizëm historinë tonë janë të mbledhura në këtë shtëpi që ndodhet në fshatin Strelci Epërm i Deçanit, shndërruar në Muze Arti. Brenda është karriera mbi 55 vjeçare e piktorit akademik, profesorit të artit Isa Ali Musaj. Mbi 12.000 vepra arti, krimtarie pa ndërprerë, ekspozita personale e kolektive. Veprat e tij janë të ndara me cikle dhe të gjitha janë me mesazh. Një nga ciklet më të njohura të krimtarisë së tij është Profilet Dardane, që pasqyron angazhimin e tij të thellë me trashëgiminë dhe identitetin kosovar. Nuk mund të jemi indiferent ndaj edhe numrit të veprave që kam unë. Për shembull, unë kam më shumë se 12.000 vepra. Brenda këtyre 12.000 veprave janë më shumë se 23 cikle generale që prapë janë me profile dardane. Po numerikisht, numri i profileve dardane është shumë i madh. Shumë i madh. Edhe e pyesën një koleg, një shok të Shqipërisë, ka qenë këtu vizitor. Ai ka qenë, është në librin e Genisit për mozaik. Ka numrin më të madh të thumave, të gozhdave që ka po mozaik. Edhe është libri i Genisit për ata, po i them se ku qëndrojnë në këtë drejtim. Thot 100% me numrin e profileve dardane të je libër të Genisit, mundesh me qenë. Më duk pak befasues ajo, thot, nuk flasin thot për numrin e pikturave, po për numrin e profileve. Se unë e kam një cikli Imram, që është i punuar, Exodi, është prapë me profile dardane, mirë po, sikur të mbledhen vetëm kokat, vetëm profilet del, që unë jam numër 1 në botë, për numrin e profileve. Është interesant kjo si e dhënë që unë s'kom llogarit asnjëherë për këto sende, që më kanë thonë edhe mu, rregullisht më kanë thonë që ka shumë që më kanë thonë që jam i pari në botë me numrin e vepra. Nuk besoj që nuk e kisha përgatitje me pranoni diçka tillë që unë jam dikon i pari në botë. Po s'është më rëndësi ajo, sa është më rëndësi që si Dardani, si profile dardane, të vendosen aty ku meritojnë edhe të ndriçohen edhe prej institucioneve dhe prej, domethënë, prej gjitha rrethanave që ne presim artistat të vimin në shprehje, jo të injorojnë. Frymëzimi më i madh i tij është sakrifica e popullit shqiptar. Jeta jonë është frymëzim, ka qenë edhe mbetet. Domethënë, unë përmendëm edhe sa herë bisedum që ne si popull i dorës dytë, i dorës tretë, kemi qenë të injoruar. Këtu ka qenë nxitja ime personale për krimtarin time. Kam qenë, e kom detyru vetveten ta kom porosi permanente çështjen kombëtare, çështjen time jetësore. Se unë jam i këtij kombi dhe nuk mund të jem indiferent ndaj vlerave që kemi. Këto vlera janë burim i pashtershëm. Ne kemi vlera që si trevë, si kom, kemi të lloj-llojshme. Çdo trevë i ka vlera të veçanta prej tjetrës edhe është burim i pashtershëm për gjitha gjeneratat që vinë. Kështu që në atë drejtim unë e kam ditë me shfrytëzu atë, edhe mendoj se kam rezultate të jashtëzakonshme. Është kënaqësi të punojsh një diçka që e ke në shpirt, po një diçka për çka ke vujt gjatë këtij jetës. Shumë interesant kjo që gjithë ndërlidhet me të kaluarën, me vujtjet tona, por kushte bashkëkohore, domethënë realizohet një diçka që i qëndron kohës edhe jetësohet edhe dokumentohet një farë që këto vepra kanë me met edhe dëshmi e historisë në tanë.
20 vepra arti të profesor Isa Ali Musaj janë marrë për të vendosur në mbrojtje nga shteti. Në mesin e pikturave të tij zën vend edhe ato për rezistencën e familjes Jashari në Prekaz, si dhe portreti i ish presidentit amerikan Bill Clinton, 2 pjesë të historisë së re të Kosovës. Punimet e profesor Isa Ali Musaj janë ekspozuar gjërësisht në Ballkan dhe në vende të ndryshme të Evropës. Përveç mbi 12.000 veprave që i numëron në muze, ai ka pothuajse po aq vepra në vende të ndryshme të botës, të cilat i ka ekspozuar dhe shitur. Profesor Ali Musaj ka një mesazh për të rinjt që sot merren me krijimtari. Të tri të shohni një mundësi të jashtëzakonshme për përparim, për eci përpara, pse teknologjia ka rritur qaq shumë. Sa që të rive ju e mundësi të jashtëzakonshme. Mirë po, në kuadrët të në mundësive ka shumë rrezik për varësim nga këto media, edhe ka mundësi që të rritë paka shumë tjenë rob të kopimeve. Këto rreziku shumë i madhë. Për shembull, përmes Facebookut, përmes formave të ndryshme, ka mundësi me mu futë në çdo qasje, internetit, për shembull, në çdo galeri, në çdo vend, në krejt botën, në krejt globin. Edhe njeriu si i ri mendon se për shembull e gjon veten tu kqyr të jetë çka kanë bërë. Unë gjithmonë e kam përsërit edhe prapë përsëris se të rinjt duhet ta kopjojnë botën e tyre të brendshme. Ta kopjojnë vetveten. Unë e ceka, ne si shqiptar kemi vlera të jashtëzakonshme, po secili individ i ri edhe i vjetër e ka botën e vetë të brendshme, cilën duhet ta zbërthej. E për me zbërthy botën e brendshme duhet ketë guxim. Fuqi personale, guxim, imagjinat që zhvillohet ajo dhe është krejt okej. Në mësot s'ki nevojë me këshiru kërkon, po këshiru vetë vetën edhe je vetë vetja. E këtu është interesi i të rinj, unë e mendoj.